Për ata që kanë memori historike, politike, besoj e mani mend që Ilir Metaj hodhi në gjyq gazetën La Repubblica dhe mori jo pak, por 50.000 euro dhe në shpërblim për gënjeshtër. Çfarë do të bëj Edi Rama për akuzën në vizitën e tij në ishullin Aruba në vitin 2019? Kush do ta hedhë në gjyq? Edi Rama apo antimafia italiane që i ka dhënë materialet gazetarit, se kështu funksionon kudo në botë, sipas burimeve të mia. Sipas burimeve të mia, që e kam thënë gjithmonë, vetëm Amerika prangat ja shtrëngon Edi Ramës. Këto janë indicje që mbase përfundon kjo histori. Por më e keqja është se ato miliardat a do të kthehen përsëri?